إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndrimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me shpjegimin e jetës së njeriut më të mirë, njeriut më të dashur dhe më të zgjedhur të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku kemi arritur tek tema me radhë e cila quhet gjendja e botës apo gjendja e njerëzimit para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta dikush mundet me pyet dhe me thonë se pse duhet me njoftë gjendjen para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përgjigjja është, vëllezër të nderuar, se nuk ka mundësi mja ditë vlerën dritës përveç se kur ke jetu në errësirë. Prandaj gjendja e njerëzimit dhe gjendja e botës para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë errësirë, edhe në errësirat e shumta. Dhe me ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me zbritjen e Kur'anit ka ardhur drita dhe ka ardhur ndryshimi dhe është treguar rruga e cila të shpijen në xhenet, dhe është treguar rruga e cila të mëson se si duhet me jetu në këtë botë, dhe për këtë duhet me jetu në këtë botë, dhe kujt duhet i nënshtruhemi në këtë botë, dhe kujt duhet i përulmi në këtë botë. Prandaj, më së miri këtë gjendje na përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që ka në Sahih Muslim, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gjendjen e botës para ardhjes së tij thot: Inna Allaha nawara ila ahli al-ardi, thot Allahu subhanahu wa ta'ala i shikoi banorët e tokës, famaqatahum arabahum wa ajabahum, thot i shikoi ata me përbuzje, sikurse arabët dhe ju arabët, illa beqaja min ehlil kitab, përveç disa individeve, apo disa persona prej udhëtarëve të librit, pra që kishin mbetur në moniteizmin islam, kishin mbetur në fenë e Ibrahimit alayhi salam, mirë po këta njerëzi ekzistonin një në qytet, një tjetër në qytetin tjetër, dhe këto qytete ishin me kilometra në distancë. Pra shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si e përshkruan gjendjen para ardhjes së tij. Pra thot se Allahu i shikoi banorët e tokës, sikurse arabët dhe ju arabët, i shikoi me përbuzje. Pra fjala me përbuzje që ka në hadith e pejgamberit alayhi salam jep me kuptue gjendjen e mjerueshme prej kufrit dhe shirkut në të cilën kishin arrit njerëzimi, pra larg çdo mësimi hyjnor dhe larg çdo feje të pastër dhe larg islamit dhe ligjeve me të cilën kishin ardhur pejgamberët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj në këtë temë, vëllezër të nderuar, do shëtisëm në tokë dhe në glob
paraardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të njoftë me lindjen dhe perëndimin dhe për të njoftë me natyrën e njerëzve se si kanë qenë në këtë kohë dhe për të njoftë me gjendjen e mbretërve dhe në gjendjen e moralit, ahlakut dhe edukatës se si ka qenë në këtë kohë. Prandaj gjëja e parë që bjen syni apo duhet i qasmi për të folur në këtë kohë, pra në kohën kur njerëzimi ishte paraardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi gjendjen e perandorisë romake. O gjendja e perandorisë romake, vëllezër të nderuar, ishte se kjo perandori e zotëronte më shumë se gjysmën e tokës, apo 3/4 e Evropës. Dhe kjo perandori ndojnë dy pjesë. Perandoria perëndimore, pra perandoria romake perëndimore dhe perandoria romake lindore. Perandoria romake lindore ishte vendosur me qendër në Konstantinopol, apo Stambollin e sotshëm, e që në atë kohë si mbret ishte Herakliu, për të cilët dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte dërguar mesazh dhe kishte thirrur në Islam dhe e kishte kuptuar Herakliu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i cili ka përgëzuar Tevrati dhe Injili, nga se dinte, domo kishte dije nga libri, nga Tevrati dhe Injili, dhe pasi që kishte pranuar Islamin, po në atë mezhlis, po në atë pallat, kishte dezertuar dhe ishte dal nga dini Islam dhe kishte vdekë si qafir, Allahu na ruaj. Dhe gjithashtu e kemi perandorin romake perëndimore, që në atë kohë, vëllezër të nderuar, ishte në qendër në Romën e sotshme, e që mosmarrveshjet apo luftrat mes këtyre dy perandorive, domethënë ishin të vazhdueshme njëra me tjetrën. Shkaku që ishin luftrat të vazhdueshme me njëra me tjetrën ishte për arsye se perandoria romake lindore ishte ortodokse, ndërsa perandoria romake perëndimore ishte katolike. Dhe gjatë luftrave që ishin zhvilluar njëra me tjetrën, kishin arritur që shumë njerëz i mbyt për shkak domethënë konflikteve dhe kryengritjeve që i kishin domethënë njëra me tjetrën. Gjithashtu kjo në aspektin akaidor apo doktrinor që besonin këto dy perandorie. Mirë, po në aspektin e moralit, vëllezër të nderuar, në këtë kohë martesa ishte shtyrë në moshë të vonuar dhe apo nëse e fusëm në klapa ishte e fshehur, pra ishte përhapur zinaja, nga se edhe perëndimin e një kohë njëshin me paraarsye sikurse arabët, për shembull filani, biri filanit, i biri filanit e kështu me radhë, ne si njihen muslimanët sot dhe arabët, mirë po për shkak që ushtui moraliteti dhe zinaja në mesin e tyre, pastaj humbet kjo i biri filanit për shkak të përzierjes se domethënë prishjes së moralit dhe përzierjes së familjeve, dhe bjen kjo mo nuk njihen domethënë evropian në këtë aspekt. Dhe gjithashtu domethënë zinaja, immoraliteti dhe prishja e moralit kishte rënë shumë në këtë kohë në perandorin, si në perandorin romake, ashtu domethënë perëndimore, si në perandorin romake, domethënë lindore. Dhe Allahu subhanahu wa taala, për shkak që kjo perandori ka qenë shumë e madhe në atë kohë, e ka përmendur edhe në Kur'an, saqë ka thujtë një sure që quhet Suretur Rum, pra surja apo kaptina e cila flet për romakët, ku Allahu subhanahu wa taala thot: "Ghulibatir Rum fi adna al-ard", u munden romakët në tokën më të afërt apo në tokën më të ulët, me dy kuptime. Për arsye se quhet toka më afërt, nga se kanë qenë më të afërt me arabët, apo toka më e ulët për arsye se është niveli më i ulët në tokë në këtë vend ku ka mësuar disfat nga persianët, pra ka mësuar romakët herën e parë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala ka treguar se në një kohë 3 deri në 9 vjet do të triumfojnë romakët ndaj
persianëve, dhe kjo ka qenë një prej mrekullive që ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo që është shpall pejgamberi alayhis Kur'an, se kanë me triumfu, dhe që Abu Bekri radiallahu ta'ala nuk ishte vend bast me një prej mushrikëve, dhe kanë ndodhur ashtu që ka paralajmëruar libri i Allahut, pra Kur'ani libri i Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra immoraliteti ishte përhapur në këtë kohë në mesin e perandorisë romake, dhe gjithashtu ishte degenerimi, shthurja dhe kamata dhe gjithashtu dhe rishfeti, sa që në këtë kohë nuk ke pas mundësi me arrit në asnjë punë dhe në asnjë detyrë në shtet nëse nuk e dhon domosdoshmë rishfet, dhe gjithashtu ishte shtuar fukarallahut dhe skamja në mesin e njerëzve. Shtoja kësaj vëllezër të nderuar, edhe egërsia e madhe e sjelljes të njerëzve ishte rritur, saqë në këtë kohë ekzistonin disa që i quajnë si loje argëtuese, pra princat edhe mbretërit në këtë kohë, dhe këto lojra argëtuese ishin që i merrnin disa zezak apo disa sklavër dhe i vendosnin në kafaza të ndryshëm, dhe ata domosdoshmë ballafaqoheshin me gërsira të ndryshme, qoftë me loajt, qoftë me tigrat, dhe me gjallësa të rrezikshme, dhe paria, udhëtësia, sikurse princat, mbretërit, dhe paria e shtetit, domosdoshmë argëtoheshin duke i shikuar ata, duke luftuar me gërsirat, derisa domosdoshmë gërsirat i mbytshin ata dhe u hangshin domosdoshmë trupat e tyre. Pra kjo ishte gjendja në atë kohë. Mirë po në këtë kohë gjithashtu e shohim diçka si ngjashme, për shembull rastin e Spanjës që kena, të cilët argëtohen me çështjen e demave. Domosdoshmë duke i lëshuar në rrugët e Spanjës, dhe pastaj duke dal një grumbull i madh i njerëzve dhe duke i përndjekur demat njerëzit. Dhe ata shohin këta si në lloj feste dhe quajnë civilizim dhe qytetërim e kështu me radhë. Pra, është interesant me u ditë kjo gjendje, vëllezër të nderuar, se si ka qenë atë kohë, dhe me bëni krahasim gjithashtu në këtë kohë, se si është duke kaluar njerëzimi, dhe me bëni krahasim me asaj se me çfarë vlera ka ardhur Islami, me çfarë vlera ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe se sa është e rëndësishme dërgimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në kohën kur kanë qenë këto qytetërime apo civilizime në thojza, po të njëjtën kohë edhe në kohën tonë, se sa është i nevojshëm Islami për njerëzimin. Gjithashtu vëllezër të nderuar, është një ngjarje që ka ndodhur, domosdoshmë në kohën e romakëve, luftat barbare, luftat e egra dhe luftat e këqija, domosdoshmë që i kanë zhvilluar në kohën e tyre. E kemi një prej luftrave që kanë ndodhur në kohën e Vespasianit, që ka qenë një prej mbretërve romak, edhe kjo luftë është zhvilluar në Quds të Palestinës. Pra, këtë kohë kanë qenë qifotet apo jahudit duke banuar në Jerusalem, Palestinë, dhe i kanë rrethekuar romakët qifotet, i kanë rrethekuar hebrenjet, dhe pasi që i kanë rrethekuar dhe i kanë mobilizuar në këtë rrethim, atëherë ja u kanë qitë kusht qifutve hebrejve që secili prej tyre me mbyt antarët e familjes së vet. Dhe kjo luftë ka marrë emrin e historisë disfata poshtruese apo lufta poshtruese. Pse ka marrë këtë emër? Për arsye se qifutet apo hebrenjet, të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka quajtur njerëzit që janë më lakmitar për me jetu në këtë tokë. Po njerëzit që kanë qef me jetu edhe 1000 vjet, ka thonë Allah azza wa jall. Edhe 1 milion vjet kanë qef me jetu. Mirë po sikur të jetojnë prapë se prapë vdekjes nuk ka mundësi me ik. Mirë po shikoj se çka ka ndodhur me hebrejt. Ja u kanë kurzuar romakët hebrejve me i mbyt familjarët e tyre. Pra me marrë secili gruan e vet, edhe me marrë fëmijët e vet, edhe me marrë vëllezërit e vet, edhe me i mbyt një nga një. Edhe hebrejët nga lakmia në jetën e tyre kanë filluar me i mbyt gratë e tyre edhe fëmijët e tyre për shkak të mohon lakmis për me jetue. Dhe pasi që i kanë mbyt antarët dhe familjet e veta, atëherë romakët
i kanë marrë që futët dhe ju kanë qitë shërt. Pra ati që i bje shortja i komu mbyt për i shokut vetë. Pra në çdo dy hebrej. Dhe kanë qitë shërt dhe kanë fillu me mbyt njëri tjetrin dhe nuk kanë bejë domethënë në Quds në Palestinë këtë kohë, përveç se ata të cilët kanë qenë të përndjekur ose e ndacak apo jashta domethënë territorit dhe romakët i kanë mbyt domethënë të gjithë hebrenjet në këtë vend. Gjithashtu e kemi pjesën tjetër të botës që njihet si perandoria gjithashtu lindore e që quhen persianët apo Irani i sotshëm. Persia, vëllezër të nderuar, gjithashtu në kohën para orës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pas gjysën tjetër të globit. Pra ka qenë perandori shumë e madhe. Dhe ka qenë e fuqishme. Dhe ka qenë gjithashtu perandori gjigande. Mirë po subhanallah kanë jetuar si perandorinë e tragjeditë të mërshme, qoftë në aspektin e besimit, qoftë në aspektin e moralit si do shohim. Sa i përket në aspektin e moralit, vëllezër të nderuar, ata kanë qenë morali tyre në degradim e sipër. Imagjinoni vëllezër të nderuar, domethënë në kohën kur ka qenë perandoria persiane, pra Irani sotshëm, ata e kanë martuar motrën e vet. Dhe këto nuk e kanë bëu populli i thjesht, mirë po kanë bëu të mëdhejt e tyre, pra paria edhe të veçlit e tyre, pra të gjithë njerëzit janë martu me nonat e tyre, janë martu me motrat e tyre dhe janë martu me vajzat e tyre. E kemi shembull vëllezër të nderuar Jezdergardin e dytë, i cili kishte martuar vajzën e tij. Dhe pas një kohë kishte mbytur atë. Pra me në vajzën e vet e ka martuar. Pastaj e kemi gjithashtu Behram Gjubini, ka qenë një prej mbretërve të Persisë, i cili ka martuar motrën e vet. Dhe disa prej tyre, domethënë prej liderëve apo mbretërve të Persisë, i kanë martuar nonat e tyre. Dhe me to kanë qenë domethënë jetë. Dhe kjo ka qenë diçka e kritikuar në atë kohë për këtë botës. Ka qenë e kritikuar edhe prej perandorisë romake, qoftë asaj perëndimore apo lindore, po edhe prej popujve të ndryshëm të botës, të gjithë i kanë kritikuar atë se çfarë janë duke vepruar domosdoshmë persianët në çështjen e martesave të tyre. Gjithashtu e kemi rastin e një mbreti që është quajtur Qabadi, kështu e ka pas emrin, e i cili ka qenë një prej mbretërve të mëdhenj të Persisë në atë kohë, dhe në kohën e këtij mbretit Qabad është shfaq një person i cili gjithashtu ka qenë prej udhëhecave, e ka pas emrin Mezdek. Dhe ky Mezdeku e ka qitë një ligj apo një nën, e në të cilin ka tingëlluar në anën e jashtme si është mirë dhe i përshtatshëm për popullin e Persisë. Çka ka qenë ky ligj? Ka qenë vëllezër të nderuar se njerëzit do të trajtohen të gjithë të barabartë, pra në të drejtat e tyre dhe në pasuritë e tyre. Dhe kështu ka tingëlluar mirë në anën e jashtme. Njëjë sikurse sot që është demokracia ose domethënë izma të ndryshëm dhe që ju kanë servu muslimanëve. Dhe çka ka ndodhur vëllezër të nderuar, ata nuk e kanë kuptuar se qëllimi i këtij ligjit Mezdekut, i këtij rregulli që duhet praktikohet, ka qenë se kushdo në Persi mund të vepron çfarë të dojë, qoftë në pasuri, qoftë në prekjen e nderit, qoftë në moralitet, qoftë cila do grua që i pëlqen apo vajzë që i pëlqen, atëherë ai duhet ta merr atë për grua. Dhe në fakt kjo ishte një tragjedi e madhe për arsye se ata që ishin të fortë, domethënë i merrshin gratë dhe vajzat e atyre që ishin të dobët dhe hynin në shtëpiat e tyre dhe merrnin çfarë donin dhe linin çfarë donin. Kështu vepronin. Dhe subhanallahu shfaqet në mesin e tyre varfëria dhe fukarallahu, nga se njerëzit më nuk e dinin për çfarë të punonin. Dhe kështu, domethënë, fillon më shfaq një krizë në mesin e Persisë dhe njerëzit jetonin në errësira të ndryshme dhe në mungesë të një feje hyjnore dhe të një drite hyjnore që ja zgjidhte problemin vetëm Islami, feja Allahut subhanahu wa taala. Pra menoni vëllezër të nderuar kjo gjendje në të cilën ka qenë Persia dhe ato me të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
walladhi nafsu Muhammedin biyadihi law sariqat Fatima bintu Muhammedin laqata'tu yadaha, pasha atë që shpirti im është në dorën e tina. Pejgamberi sa po bambe, sikur Fatimja bija Muhamedit të vjedhte, thot doja preja dorën asaj. Prandaj kështu e zgjidh Islami këtë problem, ndërsa në kohën e përsis hynte kushdo në përshtëpijat e njerëzve dhe merrte çfarë të donte pa pas kurfar dënimi dhe pa pas kurfar ndëshkimi. Gjithashtu, shenjtërimi i mbretërve ishte aq i madh, vëllezër të nderuar, saqë mendonin populli Persis për mbretin e tyre Kisran, mendonin se neudhu billah gjaku i tij ishte i përzyer me gjakun e Zotit. Neudhu billah çfarë shpifje kishin bërë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe ata mendonin se Kisraja është mbi të gjithë njerëzit dhe është mbi gjithë ligjin dhe se të gjithë njerëzit duhet të adhurojnë atë dhe të nështruan atina. Imagjinoni vëllezër të nderuar, njerëzit, domethënë që ishin te Kisraja, ishin në 3 nivele. Niveli i parë që ishin falltorët, sihirbazët, magjistarët, dhe udhëheqësia, paria e shtetit dhe ministrat e shtetit, ata dohet kur futeshin tek Kisraja, doshin që të gjithë të binin, të përulshin në sejdë në tokë dhe mos ta ngritnin kokën e tyre derisa të japte leje ai. Pastaj mos të qëndronin, domethënë kjo kategoria njerëzve qëndronin 5 metra largësi prej Kisras. Ndërsa kategoria 2 që ishin nën këta, duhet të qëndronte në një distancë domethënë 10 metra. Kurse kategoria e tretë duhet, këtu banin pjesë ambasadorët dhe emisarët e ndryshëm, duhet të qëndronin të Kisraja në 15 metra domethënë distancë. Krahasoj këta vëllezër të nderuar me ato që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kur takoi me një njeri dhe kur ja zgate dorën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ja lëshonte dorën derisa ai vetë lëshonte. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është ul përballë një njeriu, nuk i ka zgjat kam nga modestia për të. Domthonë në drejtimin e tina, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte sikur se Kisraja, i cili i urnante masën e gjerë të cilët dëshironin të hinin të futshin te Kisraja, të vendosnin një lloj maske apo një lloj harni të barë në gojën e tyre në mënyrë që mos ta ndotin ambientin mbretnor. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përqafonte muslimanët dhe i donte muslimanët dhe afrohej me muslimanët, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi në fenë e tij, pra nëse është në pyetje me orë në farz namaz me xhamat, më u përgjigj namazit me xhamat, të mos afrohej ai i cili ka hangër kep apo hudër para ardhjes në namazin me xhamat. Kjo në mënyrë që mos ta ndot apo mos ta shqetëson ndonjë prej muslimanëve. Mos flasim këtu kur është në pyetje cigari apo duhani. Pra, shikoni vëllezër të nderuar se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësonte umetin e tij dhe ishte i butë me umetin e tij me muslimanët të mohon përgjithësia. Sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte në aspektin e udhëheqësisë, domethënë përsia, ndërsa në aspektin e adhurimit apo në aspektin e fesë, atëherë ky popull e adhuronin zjarrin e vend të Allahut subhanahu wa taala. Thuhet në disa transmetime se aq shumë kanë qenë të kujdesur ndaj zjarrit, saqë 1000 vjet nuk e kanë lënë mushim zjarrin. Kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju ka fik zjarrin në Persie. Pra, ishin adhurues të zjarrit dhe Zoroastro ka qenë ai i cili e ka shpik adhurimin e zjarrit dhe personi i cili ka shkruar një libër 100 njerëz me mendikim në histori, Zoroastron e ka vendosur me numër 89 në librin e tina për shkak të ndikimit të madh domosdoshmë që ka bëu tek persianët ky njeri.
Ndërsa sa i përket një vendi tjetër në botë e që njihet si gjendja e Evropës para shpalljes. Por gjendja e Evropës të kena për qëllim Evropa veriore që arrok sikurse që janë sot Anglia, shtetet skandinave sikurse Suedia, Finlanda, Danimarka, Gjermania, këtu vendet. Këto vëllezër të nderuar, pra në kohën para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më së miri i përshkruan një historian francez i cili quhet Rino, i cili thot Evropa në atë kohë ishte mbushur me tëmeta dhe ishte mbushur me mëkate. Thot kishte braktisur pastërtinë dhe gjithashtu kujdesin ndaj njeriu dhe mjedisit. Pra shiko ky historian francez se si përshkruan gjendjen e Evropës. Dhe Evropa thot në këtë kohë ishte mbushur me ignorancë, ishte mbushur me kaos, me prapambetje dhe paturpsi dhe shthurje të pakufishme. Gjithashtu, thot shkalla e analfabetizmit, e ignorancës ishte aq e madhe në Evropë, sa që mbretëri dhe paria mburshin se nuk dinin të lexonin. Kështu e përshkruan gjendjen e Evropës. Dhe gjithashtu, edhe nëse kishte thënë ndonjë shkencëtar apo dietar, ata ishin të nënçmuar dhe të poshtruar domthonë në Evropë para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krahasoj këto që përshkruan ky historian me ato që i ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjala por iqra, pra lexo me emrin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu ka qenë një prej historianëve Gustav Le Bon, i cili e ka përshkruar gjithashtu gjendjen e Evropës veriore në këtë kohë dhe tregon se si në veçantie në Spanjen veriore, thot nuk jenë pastrue domosdoshmë spanjollët përveç se një herë në vit. Dhe gjithashtu kur jenë pastru me ujë të ftoftë, dhe kur i kanë vesh rrobat e tyre, thot nuk i kanë hiq ato për trupit derisa ato jenë shky, edhe ju kanë shtjerë domethënë, edhe pastaj i kanë largu për trupit dhe kanë menduar se rrobat e vjetra dhe djersa që pështjellet domethënë në to është një lloj shërimi për trupat e tyre e kështu me radhë. Gjithashtu, një hulumtues i cili quhet me emrin Ibn Fadlani thot në shekullin e 4 Hijri, thot ato thot e kom pa me sytë e mi se si kur ka vdek një prej udhëhecave të Evropës, thot kanë ardhur me një robresh dhe pastaj i kanë dhënë për të pirë alkool derisa ajo vde dhe ka filluar me kërcyja në mesin e popullit, pastaj e kanë marrë disa nga litarët dhe disa nga mjetët shpuse dhe kanë filluar me godit ato dhe me fur ato dhe me mbyt ato duke godit brenjve, gjoksit dhe trupit e saj, në mënyrë që pastaj atë ta varrosin afër mbretit i cili kishte vdekur. Pra krahaso këto vëllezër musliman me ato ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men latama mamlukahu aw darabahu fakatharatuhu an yu'tiqahu, thot ai i cili i bie shuplak apo e godet robin e tij, i bie shuplak ose e godet atë, thot shpagimi për të që ta liron atë. Por shiko trajtimi i robëve në aspektin islamit, ose siç do të vjen në luftën e Bedrit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thonë sahabëve sillnu mirë me robërit e luftës, dhe thonë robërit e luftës që numri i tyre ishte 70 në luftën e Bedrit, thotë kur ju vinte ndonjë ushqim i mirë sahabëve, thotë atë na dhoshin neve, ndërsa vet hangshin hurma, dhe kur na merrshin në udhtim, thotë vet ecshin këmp, kurse neve na vendoshin hypur mbi deve, pra kështu thot na trajtojshin neve vetëm për shkak fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kishte thonë sillnu mirë me robërit e luftës. Si ishte gjendja e Egjiptit para shpallës, vëllezër të nderuar. Egjipti në këtë kohë
apo për 500 vite me radhë, për 5 shekuj me radhë kishte qenë nën perandoриnë romake, pra në sundimin e tyre, në okupimin e perandorisë romake. Dhe 100 vjet para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në perandorinë romake lindore derisa ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe në këtë kohë Egjiptin e kanë përdorur perandoria romake lindore sikurse hambar, domethënë për përfitimet e perandorisë romake lindore, dhe ju kishin vendosur taksa të ndryshme, saqë vetëm për kalimtarët në Egjipt duhet të paguanin taksa. Gjithashtu edhe gruaja e cila e kishte dhënë burrin e saj në luftë, pra paramendaja kishte vdek burri i saj për tokën e Egjiptit, edhe ajo duhet të paguajë taksa për, domethënë që po jeton në Egjipt. Dhe gjithashtu taksa kanë paguar edhe për kolltuqet dhe orëndit të shtëpisë, dhe gjithashtu edhe kur ka vdek një person në Egjipt për me varros, është dashur me pague taksa. Pra me të vërtet ka qenë një errësirë të madhe duke kaluar banorët e Egjiptit nën udhëheqjen apo nën okupimin e perandorisë romake në atë kohë. Ndërsa sa i përket Kinës, si ka qenë gjendja e Kinës në këtë kohë, kanë qenë 3 persona, secili prej tyre kishte shpikur nga një fe. I pari prej tyre ka qenë një person i cili është quajtur Laokos apo Laozi. Pra ky person, vëllezër të nderuar, e kishte shpikur një fe e cila ishte larg, domethënë grave dhe asketizëm, larg çdo gjëje materiale dhe izolim ndaj shoqërisë. Kjo ishte feja e parë që kishte shfaq ky person, kurse i dyti ishte Konfucius. Gjithashtu dhe ky kishte shpik një fe me të cilën kinezët domethënë praktikonin fenë e tina, e që feja tina ishte adhuro çfarë të duash, qoftë pemë, qoftë lumin, qoftë çka do që adhuron ti, domethënë je i lirë në besimin tanë, kurse i treta fe ishte Buda, dhe Buda, vëllezër të nderuar, ka pasues të shumtë së të kësaj dite, pra që adhurojnë Budën në vend të Allahut subhanahu wa taala. Kjo ishte gjendja e Kinës para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kalojna në Indi. Pra India, vëllezër të nderuar, një nga çudirat më të mëdha të këtij vendi është që adhurimet e shumta ishin marramense në Indije. Para menoni, vëllezër të nderuar, në Indi adhuroshin statuja të ndryshme. Gjithashtu adhuroshin persona dhe individ të ndryshëm, adhuroshin bjesht të ndryshme, adhuroshin lumej. E kemi lumi mbretit që quhet në Indi, adhurohet në vend të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj adhuroshin metalet, dhe me të njohet janë ari dhe argjendi, prej metaleve domosdoshmë që adhurohen në Indije. Gjithashtu adhurohen trupat qiellor dhe adhurohen gjallësa të ndryshme. Dhe adhurimi më i njohur është adhurimi i lopës. Edhe sa të kësaj dite 700 milion hindus e adhurojnë lopën në vend të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu kishte njerëz që adhuronin mit. Imagjinoni njëherë kur e ka kopë thatësi e madhe Indin, për shkak se mitjen për hap më të madhe. Dhoa kanë hongër bukën e tyre, ushqimin e tyre, dhe ka kopë krizë e madhe sa që kanë vdekur shumë njerëz për shkak se nuk i kanë mbyt mit, nga se kanë konsideruar Zot në vend të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu zinaja e moraliteti ka qenë për hapur më të madhe në Indi, dhe gjithashtu njerëzit e rëndëmt kanë qenë të shkelur dhe të maltretuar në gradën më të ulët të maltretimit që u kanë bërë hindus dhe paria, masës së thjeshtë. Krahaso këto me ato që ka thonë pejgamberi alayhis salam, atu el ejira ajrahu qabla an yajifa iraqu. Thot jap një punëtorit hakun para se me ju tir mirës e tij. Pra, India në këtë kohë ishte në tragjedi të madhe, dhe gjithashtu njerëzit që i bënin këtu edhe sot e kësaj dite që adhurojnë këtu gjëra, vëllezër të nderuar, pra njën si shkencëtar të kompjuterit, njën si fizikan bërthamor,
dhe njihen si njerëzit e dijes dhe njerëz që ndoshta marrin edhe domethënë çmimin Nobel në ato domethënë shkencat e tyre që i zotrojnë kështu me radhë, mirë po subhanallah i adhurojnë met dhe adhurojnë lopen dhe adhurojnë metalet e ndryshme në vend të Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa sa i përket moralit në kohën e Indis, njeriu luante bixhaz dhe luante kumur dhe ndodhte që ti humbiste paratë e tij. Pastaj çka bente? Domethënë si e vendoste gruan e tij për kumure dhe nëse humbiste, domethënë ja jepte gruan e tij personit apo kundërshtarit që luante me të. Pra gruaja ishte maltregtie, ndërsa në Indin e lashtë dhe para orës së pejgamberit alayhis salam, gruaja është diskutuar, është njeri as është njeri, dhe ja kanë vendosur një lloj burgu apo një lloj hekurin e gruën e saj, që aja nuk ka drejt me hangër ushqime, domethënë që i han burri, dhe me një fjalë nuk e kanë konsideru as njeri. Pra, imagjinoje këtë apo krahasoje këtë me atë që ka thonë pejgamberi alayhis salam, istawsu bin nisa'i khayra. Thot, ju përësis me gratë që të sillni mirë dhe ato që thot pejgamberi alayhis salam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Thot më i miri për ju është ai i cili më i miri me familjen e tij dhe unë jam më i miri me familjen time. Kalojmë tek hebrejt, çifutët. Allahu i shkatërroft. Si kanë qenë domethënë në kohën apo ku ka qenë pozicioni i tyre para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çifutët apo hebrejt vëllezër të nderuar, në këtë kohë kanë qenë të përndjekur. Nga se kanë qenë të përndjekur prej Evropës, prej Afrikës dhe në çdo vend dhe çdo kohë çifutët nuk i ka dashur askush. Sikur se sot dhe kësaj dite, përveç ata që i kanë natyrën cilësitë e tyre të njëjta. Dhe nuk ka mundësi, s'ka fuqi askush me jetu në mesin e tyre, sa do pak që e një tabiatin apo natyrën e tyre. Dhe kjo për arsye se çifutët, kur janë të dobët, janë lajkatar, janë hipokrit, janë dyftysha, janë të fshehur, janë tradhtar dhe janë njerëzit e prishur. Ndërsa kur janë të fortë, janë mizor, janë zullumçar, janë menjëmdhej dhe janë të egur dhe janë njerëzi që bojnë komplote dhe kurtha popujve ku jetojnë në mesin e tyre. Dhe ajo se çfarë duke ndodhur sot e kësaj dite do mos shihet qartë. Jehudit apo hebrejt në këtë kohë kanë qenë në tokën e Shamit dhe pas ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur një luftë mes perandorisë romake, perëndimore dhe persianëve. Që ka përshkruar Allahu në Kur'an ku thotë ghulibatir rum fi adna al-ard. Thotë mundën robaket në tokën më të ulët apo tokën më të afërt, wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, dhe ata pas disfatës së tyre kanë me triumfu. Dhe përderisa kanë pësu këto romakët, atëherë jenë mund nga persianët, nga Irani satshëm, atëherë çifutët hebrenjet në tokën e Shamit kanë marrë priftrejt dhe krishterët dhe i kanë byt një numër të madh të tyre. Për arsye se kanë qenë në umbrellën e persianëve. Dhe kur ndodha që ka përgëzuar Allahu azza wa jall që kanë me triumfu romakët ndaj persianëve, atëherë kanë shkuë hebrejt tek Herakliu, kanë prej kurbana dhe kanë marrë dhurata të ndryshme dhe kanë kërkuar domosdoshmë siguri tek Herakliu. Dhe Herakliu ju ka dhënë siguri hebrejve apo çifutëve. Dhe pastaj kanë shkuar priftirinjet tek Herakliu dhe i kanë tregu se çfarë kanë bërë hebrejt, domosdoshmë me priftirin e krishterë në tokën e Shamit. Mirë po, Herakliu ka hezitue me i luftu për shkak sigurisë që u kishte dhënë hebrejve në Sham. Mirë po, priftirin jetë i kishin thonë Herakliut
që ti mbyste të gjithë dhe ne njëherë në vit do agjerujna për këtë thyrje të marrëveshjes, domethënë që ja u ke dhonë ty qifutëve, dhe pastaj fillon Herakliu me mbyt qifutët dhe me i largue prej tokës së Shamit, dhe pastaj kur ndodh pas lirimit të Palestinës dhe Kudsit në kohën e Omerit radiallahu ta'ala anhu, gjithashtu Omeri radiallahu ta'ala anhu nuk i kishte lënë me jetue hebrenjet në Palestinë, vetëm një ditë dhe një natë me kalua të pari dhe ju mu vendos, nga se sahabet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë njoft mirë qifutët, siç do vjen inshallah gjatë librit, se si për çdo herë e kanë tradhtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk kanë mbet popull pa u tradhtu prej qifutëve. Gjithashtu qifutët si vend qëndrim të tyre kishin marrë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Medinën dhe kanë jetuar në 3 fise, fisi Beni Kurejda, fisi Beni Kajnuka dhe fisi Beni Nadir në Medine. Gjithashtu kanë jetuar në verit e Medines, domethënë në Khajber, si që do vjen në detaje inshallah çlirimi Khajberit, dhe qifutët njihen si njerëzit e ashpër, njihen si zemër gur, pra zemër fort, dhe njihen si të prishur në moralin e tyre, dhe jetojnë me riba, pra me kamat, dhe ecin në ndezin e luftrave, dhe gjithashtu ecin me përfitu prej armëve dhe prej luftrave të ndryshme, dhe me shantazhimin e njerëzve, dhe shantazhimin e muslimanëve, dhe shantazhimin e njerëzve të cilët nuk i përkrahin qifutët e kështu me radhë. Kalojmë në një pjesë tjetër të botës që njihet si Etiopia apo Habeshe. Etiopia, vëllezër të nderuar, në këtë kohë ka qenë e fortë në aspektin e ushtrisë, dhe personi i cili ka gjykuar këtë kohë ka qenë Nejashiu. Pra Nejashiu ka qenë ai i cili ka gjykuar apo ka qenë mbreti i Etiopisë, e që pejgamberi alayhis salam siç do shohim me vën, do i thotë disa sahabë shkonin në Etiopi, nga se atje është një mbret i drejtë dhe nuk i bën askujt padrejsinë në shtetin e tina. Si është gjendja e gadishullit arabik? Po gadishulli arabik është gadishulli në të cilën dërgohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket gadishullit arabik, vëllezër të nderuar, në këtë kohë besimi ka qenë që kanë besuar idhujt. Dhe në vend të Allahut subhanahu wa ta'ala, arabët i kanë adhuru idhujt e ndryshëm. Edhe pse bindshëm e besonin Allahun në tauhidin rububie, se Allah është krijuesi dhe sunduesi dhe mbreti i kësaj gjësie, ata i kishin marrë idhujt si ndërmjetësues në mes tyre dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Si tregon Allah në Kur'an, në gjuhën e tyre ku thot: "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa", ne nuk e adhurojmë ata po se të na afrojnë te Allahu subhanahu wa ta'ala sa më afër. Dhe pas një kohë, mushrikët i dhujtarët arab u kishin dhënë idhujve atë bindjen se këta kanë fuqi edhe në univers, dhe se kanë fuqi në me bë dëm edhe me bë dobi. Dhe kështu ja adhuronin pas Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe numri i tyre kishte arritur shumë sa që çdo kabile apo çdo fis e adhuronte apo kishte nga një idhull, dhe idhulli më i madh në atë kohë ishte Hubeli, që ishte në Mekë, ndërsa në Taif ishte Lati, për cilin edhe Allah azza wa jalla ka përmend Kur'an: "E faraitumul Lata wal Uzza", a keni pa Latin dhe Uzan, wa manata thalithata al-ukhra, dhe të tretin e tyre Menatin. Pra këta 3 idhuj janë përmendë në Kur'an. Dhe vendi më i ndershëm tokë që ishte Çabja dhe xhamia më e mirë, për brenda i kishte 360 idhuj. Dhe gjithashtu ka qenë një sahabi që domethënë e kishte pranuar Islamin dhe ishte bë musliman, po me herët kishte qenë mushrik, i cili ka pasur emrin Amer ibn Jamuh radhiyallahu anhu. Ai e kishte ndërtuar një idhull nga druni dhe adhuronte në vend të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu
Arabët adhuronin gurët në vend të Allahut, dhe kur e gjenin një guri më të mirë se ai që e kishin në dorë, e gjunin atë dhe e merrnin për zot gurin tjetër. Ndërsa tregohet që kanë ndërtu idhuj pe hurma dhe i kanë marrë në udhtim. Pastaj kur janë urit, kanë filluar me hangër dorën e djathtë, pastaj të majtën, pastaj kamën, pastaj kokën e kështu me radhë, kanë hangër zotat e vetë që i kanë marrë me durë të tyre. Pra kështu ka qenë gjendja e besimit tek arabët, ndërsa sa i përket moralit, alkooli është pish me të madhe, derisa dhe poezi kanë thurë për alkoolin, edhe pse në të shumicën e rasteve alkooli foste në domethënë konflikte dhe në vëllavrasje kështu me radhë, mirë po alkoolin e kanë pi domethënë me shumicë. Gjithashtu dhe bigjozi ka qenë i përhapur në mesin e arabëve, gjithashtu dhe kamata ka qenë i përhapur, gjithashtu dhe zinaja. Ndëgjë se çfarë transmeton Aisha radhiyallahu anha, e që ka ardhur në Sahih Buhari, 4 lloje të martesave që i kanë aplikuar arabët para orës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para prej tyre ka qenë martesa që njihet edhe sot e që është në rregull, pa kur një person e lyp dorën e një vajze prej babës së saj dhe pastaj martohet me dëshmitar e kështu me radhë. Pastaj e dyta ka qenë forma e dytë të martesës kur një burr i ka thonë grua se ti, pasi që është pastruar prej hajzit apo menstruacione, thot shko të filanin. Pra shko dhe bë imoralitet me filanin. Dhe pasi që dihet se ke mbesh shtatë zonë, atëherë eja të kun. Dhe dërgën të gruan e ti të filani, pastaj kur mbete shtatë zonë, vinte tek burri, do më thonë, që e dërgante të burri saj. Pa ku është burrnia? Ku është xhelozia, vëllezër të nderuar, çfarë gjendje ka qenë njerëzimi? Me i thonë grua se vetë shko të filani dhe bëj moralitet me te. Pasi që të mbetë shtatë zonë eja të kun. Dhe kur ka ardhur Islami, kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka luftuar këto martesa. Pastaj i kanë armiqsuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndaluar prej kësaj vepre të shëmtuar. Dhe sa të kësaj dite pse luftohet Islami, vëllezër të nderuar? Islami ndalon prostitucionin, e ndalon kamatën, e ndalon bigjozin, e ndalon drogën, e ndalon mashtrimin. Dhe kur i thotë haram, lufton e tërë bota. Për arsye se njerëzit kanë qef domosdoshmë me ecë dhe me apliku këtu harame të ndryshme, Allahu na ruaj. E treta ka qenë, vëllezër të nderuar, për martesa si rrefen Aisha radhiyallahu anha, transmetim domosdoshmë Sahih Buhari, thotë kanë shkuar 10 persona të një grua. Dhe pastaj kanë kryer moralitet me te. Dhe kur e ka lind fëmijën e saj, i ka thirrë këta persona dhe pastaj kjo grua ka thonë, fëmija është i yti, dhe ja ka thonë atina. Pra atyre 10 persona që kanë qenë, domethënë në kryerjen e aktit me të pamoralshëm. Gjithashtu, lloji 4 dhe i fundit që transmeton Aisha radhiyallahu anha, ka qenë rasti kur disa gra të përdalta në Mekë i kanë vendosur disa harna të kuq apo flamuj të kuq në hyrjet e shtëpiave të tyre. Dhe kjo ka simbolizuar që ai i cili dëshiron me shku me bazën dhe imoralitet me te, ka derën hapur. Dhe kështu kanë shkuar njerëz më shumë se sa 10 persona. Pastaj kur aja ka lind fëmijën e saj, i kanë thirrë kafahazet. Kafahazet kanë qenë ata persona të cilët pak a shumë kanë ditë me studiu gjymtyr të fëmijës dhe nënës së saj, ose burrit. Dhe pastaj mbas shajave, so kanë mujt me dallu, ja ka atribue fëmija është i yti. Këtë gjendje ka qenë morali. Ndërsa, sa i përket me laqeve Allahu na rujt, kanë thonë mushriket arab, thoni se me laqet janë vajzat e Zotit. Dhe kur ju kanë lind fëmijat, dhe më femër, vajz, atëherë i kanë marrë, jenë fshehë për syve të njerëzve, dhe kanë shku dhe i kanë varros në mal, dhe i kanë hapë varr, dhe i kanë mbulu me dhe. Dhe si thot Allahu në Kur'an, wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dhe kur vajzat e vogla kanë më pyet për çfarë mëkati janë varros për gjalli. Prandaj
E friga që i ka shtymi varrot ka qenë fukarallëku. Allahu Azza wa Jall ka thonë Kur'an: "Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq", dhe mos i mbytni vajzat e juaja, evlat e juaj nga friga e varfrisë. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, ne ju furnizojmë juve dhe ata. Inna qatlahum kana khita'an kabira, nga se me të vërtet mbytja e tyre është mëkat shumë i madh. Pra, pasoj shëtitje që e banëm në tokë para orës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vrehet vëllezër të nderuar se sa e nevojshme ka qenë dërgimi i pejgamberit, sa e nevojshme ka qenë ardha një shpëtimtari dhe ardha një profeti, ardha një të dërguarit të Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe përderisa gjendja ka qenë kështu, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala e ka nxjerr prej tyre, prej Mekës Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka nxjerr këtë dërguar i cili është quajtur qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Juve ju ka ardhur nga Allahu dritë dhe libër i qartë. Pra ju ka ardhur dritë Muhamedi alayhi salam dhe ju ka ardhur libër i qartë, pra Kur'ani i lavdishëm. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Nëpërmjet atij pejgamberit edhe Kur'anit, Allahu Azza wa Jalla i udhëzon njerëzit për në rrugët e shpëtimit, në rrugët që shpihen e kënaqësinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, dhe i nxjerr ata prej errësirave në dritë. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dhe ju udhëzon ata për në rrugën e drejtë. Pra ky është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka ardhur, dhe ky është libri që është zbrit Kur'ani, që është libër dritë. Prandaj ai i cili kapet në të do i ndriçohet rruga në këtë botë, dhe do i ndriçohet rruga për në xhenet për gjithmonë. Dhe ai i cili ja kthen shpinën Kur'anit dhe ja kthen shpinën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do jetë i shkatruar dhe do jetë i humbur. Për fund, vëllezër të nderuar, nëse e shëtisum botën, një qysh e shëtitum gjatë të dersi, dhe shohëm gjendjen sot në të cilën është duke jetuar njerëzimi, merr shembull Evropën, ose merr shembull Kinën, ose merr shembull Indin, ose merr shembull Iranin, ose merr shembull përgjithësi botën arabe, dhe pse në këtë aspekt bota arabe ma ka shpëtuar. Sa do pak në onën e jashtme janë duke i bë disa mëkate që janë duke i bë pjesa tjetër e botës. Sa është rrit alkooli, sa është rrit prostitucioni, sa është rrit fëmijë që nuk i dihet baba, sa janë duke vujt në aspektin shpirtëror apo fetar. E shohëm mëse të nevojshme se Islami është ai i cili do të me hinë në shtëpiat e tyre dhe familjet e tyre, dhe Islami është shpëtim për ta. Merr shembull Kinën, domethënë 1 miliard e 600 milion njerëz janë duke adhuru Budën dhe nuk besojnë ndoshta një pjesë tjetër fare në Zot, se besojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Merr shembull Rusin, se si ka dominu gjithashtu ateizmi, dhe merr shembull shumë shtetet e botës që edhe e kanë prej kushtetutës e tyre që është shtet sekular. Domethënë Allah i ka kriju njerëzimin me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, ka dërgu profet, pejgamber dhe ka zbrit liber, mirë po njerëzimi sot nuk jeton për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe fare nuk e beson krijuesin i cili ja u ka nështruar tokën, ja ka lënë në shërbim diellin, ja ka vendosur diellin i cili ndriçon dhe ja ka kriju të gjitha kushtet e përshtatshme për jetesë. Prandaj sot bota ka nevojë për Islamin dhe sot jo muslimanët ka nevojë për Islamin. Kështu që vëllezër të nderuar, ne do ta kuptojmë mirë ato që ka kuptuar Rabi ibn Amir, i cili kishte shkuar tek mbreti i Romakëve dhe i kishte thonë kush jeni ju dhe pse keni ardhur tek ne. Shikoni çfarë ka thonë ky komandanti muslimanëve Rabi ibn Amir radiyallahu anhu. U tha nahnu qaumun ibta'athana Allahu bil Islam. Na jena popull
që na ka nxjerrë Allahu me këtë islam, na ka dërguar Allahu azza wa jall me këtë islam, li nukhrij al ibada min ibadati al ibad. Thot për me nxjerr krijesat pe adhurimit dhe robërimit të krijesave ila ibadati rabbil ibad, thot në adhurimin e Zotit të krijesave. Pra krijuesit të saj gjithësie dhe prej padrejtësive të krijesave në drejtësinë e Islamit dhe prej errësirave të feve në dritën e fesë Allahu subhanahu wa taala. Pra sa bukur e kuptoi Rabi ibn Amir radhiyallahu anhu se ne do të jemi ata të cilët i thirrëm të tjerët në këtë islam. Dhe kjo është një herë edhe ajo puna dhe detyra e pejgamberëve. Pra detyra e pejgamberëve që ka qenë me i thirr njerëzit në islam. Pra na e kuptuam që sot njerëzimi ka nevojë për islamin. Prandaj ne do të jemi ata të cilët bëhemi sebeb me i thirr tjerët dhe me i shpëtu tjerët për gjendjes së mjerueshme në të cilën kanë rropi kufrit dhe shirkut. Allah azza wa jalla thënë në Kur'an, dhe nga ky ajet vllazni duhet me pas shumë kujdes. Thot wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Thot dhe nëse ju ja ktheni shpinën, ka me ju zëvendësu Allahu me një popull që janë sikur se shembulli juaj, dhe ata kanë me thirr tjerët dhe kanë me afru tjerët dhe kanë më bë davetëzi për tjerët, prandaj nuk ka jetë në tokë përveç me islam dhe nuk ka udhëzim përveç me ato më të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elusum Allahun azza wa jall që nga kjo që u tha të marrë mësim dhe ta bëjmë një krahasim se si kanë qenë njerëzimi dhe populli para se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sa duhet të kuptohet shpallja dhe dërgimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të marrëm mësim prej saj. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.